Ka qenë operacioni Jerman i Dimrit. Edhe i kem malësit e Skaparit ne. Edhe na kishe thua Jermani. Më thot shoko e verë mua, da vrau më duket. Mo ki friki tash unë, se kam qenë trimi madh. Më shikon ashtu që mosha pleqëria nuk tregon të vërtetën, po kam qenë trimi azar. Jerman sa dëgjonin emrin tim, se kam pasur pseudonimin Ujku unë. Teme Ujku. Edhe i them unë, futu në kanionet e Skaparit. I di kanionet e Skaparit? Ja, kanë humur njerëz qamet ashtu e. E futemi aty, ka dimri bora 2 metra gjysmë bora. 2 metra gjysmë bora. Dimri jashtë më atër, si nashi është bërë dimri. E nashi janë këto forcat e natyrë që si ka. U futëm aty ne Jerman në lartë, në rrethuar, në tërang. Këto shokoj vetë, ne nuk kemi shtëpi. Ma u trembi tash, nuk e mua. Një të futu posin shpelle, ndi zjarri tash. Le të plevitose Jerman të lartë. Desëm zjarri në ti bubulak, kupton? U kërnaqëm ne. Ranata, orë tha, si do t'i shpëtoj? Në ora 2-3 mëngjesi, kupton ti, i kemi tha shokët e verë. Po Jermani, pare ishte minus 20 gradë ore, po ka ngrirë tomatiku i thash vajnë verë, ka ngrirë tomatiku. Aty ne për kanion, dëll ne polican, ne berat, unë i pari, 4 Jerman mbrapa, pastaj vinte shokët e verë. Në Tiranë, brita unë i pari, i 13-15 në shokët e verë, dhe u shpalla fituesi maratonës par të vrapit me Jerman, u afuta Jermanve.